një projekt biznesi në një nga zonat më të lakmuara bregdetare të Mesdheut. Këtë bisedë do ta zhvilloj së bashku me dy kolegët e mi, do të na paraqitet pak më vonë na bashkangjitet Flavio Çarri, e ndërsa do ta vazhdoj këtë bisedë me mikun e emisionit ton, zotrin Altin Goxhaj. Zotri Goxhaj, përshëndetje, është kënaqësi të bashkëbisedojmë një temë të tillë. Për mua gjithmonë dhe falenderoj gjithmonë për ftesën. Faleminderit shumë që jemi ne. Zotri Goxhaj, më intereson të di një herë në aspektin gjeostrategjik. Ky investim, si duket në sytë e to? Ka dy anë. E para është nëse duhet të jetë ky investim në një ish bazë ushtarake, apo duhet të kthehet prap destinacioni ushtarak, apo duhet të qëndrojë për përdorim civil. Dhe kjo është një çështje e një balancimi dhe një nevoje që unë nuk e njoh, sepse nuk ka asnjë transparencë mbi këtë proces. A duhet të jetë apo jo një bazë ushtarake? A është më e rëndësishme si bazë ushtarake, se sa për përdorim civil? Po për ku po bëhet fjalë, sepse në Vlorë ne e dim, në Oricum e kemi atje një port, pra është e porti ku ishin të ankoruara edhe anijet ruse deri në fundin e luftës së ftoftë, apo jo deri më mirë deri kur. Dhe po bëhet fjalë për atë pjesë të Oricumit apo për ku saktësisht po bëhet fjalë ky port? Jo, bëhet fjalë që këtu luhet për Sazanin, ishullin e Sazanit. Po. Domethënë, këtu kemi të bëjmë me një bazë ushtarake që quhet ishulli i Sazanit, e cila është kthyer para 2 vjetësh në përdorim civil. Po. Problemi ku qëndron? Problemi qëndron që ende nuk dihet nëse gjeopolitikisht, gjeostrategjikisht, në aspekt sigurisë kombëtare, është një vendim i drejtë i panevojshmërisë se qenë një bazë ushtarake, dhe pastaj diskutohet nëse në aspektin civil a ja vlen ky projekt që është menduar për të. Por zotri Goxhaj, me sa kam informacionin dikur Sazani ju kishte dhënë amerikanëve si bazë, nëse nuk gaboj. Nuk ka pas asnjëherë dhënie të ndonjë bazë. Ishte një lloj tentative e Sali Berishës. Po. Po ajo po jetësohet, pra plani ka qenë, tash po jetësohet. Jo, të qenit ushtarak dhe të qenit jo ushtarak është thelbësore, ku vend balans disa gjëra krejt tjera që kanë të bëjnë me aspektin civil. Po cila na konvenon më shumë, zotri Goxhaj, në këtë moment? Ky është problemi që askush nuk e di, për shkak se nuk ka asnjë lloj transparence. A ka ndonjë studim që tregon që kjo është e panevojshme si bazë ushtarake? A ka ndonjë negociat të dështuar me Amerikën apo me NATO-n për që një bazë ushtarake? Dhe e treta që është më e rëndësishmja, ne nuk e dim nëse do të ishte bazë ushtarake do vlente më shumë në interes të vendit tonë, të dheut tonë, se sa një përdorim civil. Po nëse do të ishte bazë ushtarake, mbase do të mund të patrollonte komplet atë pjesë të detit Adriatik dhe Jonit, deri në kanalin atje, të Otrantos. Ky është diskutimi, pra. Ne, pas sqaruar këtë gjë, diskutimet që bën në aspektin civil, jo po Ivanka, jo po Zharet, apo dikush tjetër, vinë si pasojë e diskutimit parë. Pa mbaruar këtë diskutim, kur shkojmë te diskutimi i dytë kemi defekte. Pastaj hata analizojmë në aspektin civil se çfarë vlerë ka. Po, e qartë. Dhe tani na është bashkangjitur edhe kolegu tjetër jon nga Shqipëria, zotri Flavio Çarri. Flavio, përshëndetje, është kënaqësi të kam Kosova Today. Përshëndetje. Flavio, më intereson me ditë perspektivën tënde në lidhje me këtë investim 1.4 miliardësh në Vlorë. Si shikon ti? Shikon si një gjë të mirë, shikon si një gjë të keqe, mandej edhe destinimin se si duhet ta ketë ishulli? Se këto miliardat që fluturojnë nëpër Shqipëri e kanë inflacionuar shumë euron edhe në arsyetimin edhe në imagjinatën kolektive shqiptare. Një popull që rrogë mesatare ka 600 euro dhe dëgjon vetëm për miliarda, të cilat nuk reflektohen kurse si në mirëqenien e vet. Problemi tjetër është që kjo është në frymën e një politike qeverisëse të mazhorancës së kryeministrit Rama, i cili ka demilitarizuar plotësisht të gjithë bazat ushtarake sa i takon kufirit ton perëndimor. Edhe pse është përkundër në fakt direktivës NATO që ka kryeministri si vend antar i NATO-s, po duke qenë se ka antarësuar vetë Shqipërinë në NATO, nuk ka se si ta di se s'ka qenë as kur janë firmosur aktet, as plan vendosja e masave ushtarake. Problemi tjetër është që kjo e ka vënë në një lloj kompleksi opozitën për shkak se kanë parë tek Amerika dhe veçanërisht te udhëheqja Trump, le të themi një afilim të jashtëzakonshëm politik natyral, por gjithashtu edhe një shpresë të madhe për ortakun dhe bashkëpunëtorin e ngushtë të Soros në Shqipëri që është Edi Rama. Dhe kjo, le të themi, ka bërë pak konfuze, jo në vetvete opozitën, por mbi gjitha
është përdorur nga mediat pranë kryeministrit si një le të themi lev për t'i mbyllur gojën opozitës që ja ju amorëm edhe le të themi ortakun apo partnerin kryesor strategjik dhe politik. Kështu që në këtë aspekt të ndalim këtu. A e morën duke ditur prirjet politike të Edi Ramës, edhe duke ditur a e morën realisht ortakun politik? Ja, për të të është herët, digjo. Sepse është lafi gatë kjo, prandaj desha t'i bijem trup. Jo, ato do të shpjegoj. Kushdo që të ishte kryeministër, mos kujtoni se në një kryeministër mund t'i bënte rezistencë një investimi amerikan. Është gjëja për cilën jemi lutur dhe Altini mund ta vërtetoj, për cilën ne si shtet jemi lutur për 30 vite që të kishim investime amerikane në tokën tonë, se do të ishte certifikimi i Shqipërisë si një vend i sigurt për të zhvilluar biznes dhe industri. Kjo nuk ka ndodhur. Nuk ka asnjë biznes amerikan të ketë ardhur në 12 vitet e qeverisës Rama apo në 11 vitet e tij si kryetar bashkie që të kenë investuar në Tiranë apo në Shqipëri. Po çfarë ndodhet tash? Pse tash pra kjo dyndje? Në këto momente nuk ka asnjë tolerancë nga linja politike e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe nga Washingtoni për këtë koncesion, sepse kushdo që të ishte kryeministri i Shqipërisë do të ishte në kuptimin e mirë të fjalës ultra bashkëpunues me qeverinë amerikane nëse do të bëhet fjalë për investime të kësaj magnitudë. Pra, me sa po i kuptoj, nuk është kjo çështje se varet nga Rama, por është koha e këtyre investimeve nga amerikanët. E para kjo. E dyta ka qenë përpjekja për ta kthyer Sazanin në diçka me vlerë ka qenë në kohën e Fatosnanës, jo Sali Berishës. Më pas është një përpjekje tjetër e Sali Berishës për ta vazhduar dhe tani është Edi Ramës dhe keni parasysh dhe një gjë tjetër që është jemi ende larg, mos kujtoni se ajo gjëja ndodhi. Jemi ende larg nga fizibiliteti, sepse do të bëhet nuk është bëra ende rilevimi dhe fizibiliteti ekonomik në terren. Kështu që deri në këto momente problemi kryesor është përpjekja tinzare e kryeministrit për ta shitur këtë si një manovër politike lokalisht brenda vendit dhe jo si një përpjekje sinqert të cilën ne e kemi mbështetur edhe si gazetar kritik ndaj tij. Fillimisht por çfarë ishte zotri Flavio? Ishte e sinqert kjo? Por nuk u shpreh në formën e dur të gazetarët, apo ishte një veprim tinzor? Jo, ka dyshime sepse është në vazhdën e përpjekjeve të tij për të dhënë llokmat Shqipërisë për të garantuar pushtetin e vet, është kaq. Po. Çështja është që Sazani nëse nuk do të ishte gjatri, do të shihej, le të themi si fitoria përfundimtare e kryeministrit Rama në raportin me Amerikën. Por dua të di edhe një çështje tjetër. Si e shikon ti, sepse diskutova me zotri Goxha, ai na tregoi për perspektivat e tij në lidhje me këtë ishull. Po ju, Flavio, si e shikoni këtë ishull? Në këndvështrimin tuaj, si do t'i kryente më shumë punë Shqipëri, si një bazë ushtarake apo si një oazë turizmi? Këtë doja të thoja. E para njëherë, nuk e di, njihni ju ministrin e mbrojtjes që ka Shqipëria? Jo, nuk kam ide fare për ta. Ashtu. Presidentin e Republikës e ke iden çfarë personazhi është? Po, presidentin, po. Ashtu. Ne, po të mos kishim NATO-n, ne na pushtonte brenda javës Burundi. Po ne ju, o zotri Flavio, po qa thua? Ne kështu e kemi në Kosovë. Jo, po nuk e ke identi të kesh ministrin e mbrojtjes grek? Mirë, nuk dua... Ministrin e jashtëm grek, presidentin e Republikës Karagjos. Por në base të gjithë këta do të ndronë deri në momentin e jetësimit këtij projekti. Prandaj të marrim pak me një kënd krejt tjetër. Dëmi është i llatarshëm. Presidenti i Republikës ju dhurua posti i presidentit vetëm pasi kishte firmosur dhënien e të gjitha bazave ushtarake për resorte turistike. Kështu që mos të merrem ministri i mbrojtjes u shpall ministri i mbrojtjes vetëm pasi si drejtori i autoritetit portual Durrës i fali portin e Durrësit një firmë arabe. Çështja është ajo që do më pëlqente mua për Sazanin, do të ishte patjetër një investim amerikan global, absolutisht, por Shqipëria të hynte partnere mos ta falte këtë, siç ka bërë fjala vjen me projekte të tjera ku çuditërisht ne kemi dhënë jo vetëm sovranitetin, por megjithatë kemi humbur mundësinë për të pasur të ardhura për shqiptarët.
Në momentin që sqarohet se sa të ardhurat do kenë shqiptarët dhe jo thjesht një lëvizje marketingu ku fitojnë gjithë përveç shqiptarëve, nuk ka asgjë për të entuziazmuar as nga amerikanët, as nga anglezët, as nga askush tjetër. Ma kujtove në këtë moment aeroportin e Prishtinës që ka një kontratë me një kompani turke, është e jashtëzakonshme sepse pas një kohë aeroporti i Prishtinës i gjithë i shtetit Kosovës, edhe pastaj përfitimet e tij mesin. Mbase një model i tillë zotri Goxhaj do duhet të shikoj. Më pëlqen këndvështrimi i Flavios, por duam të dim se si mund ta menaxhojmë një pasuri të tillë natyrore apo po e falim. Duke kaluar nga momenti i diskutimit geopolitik, geostrategjik dhe mbi gjitha që ka të bëjë me aspektin do jetu ushtarak apo civil, kur shkojmë këtë alternativa civile, atëherë pyetja që bëhet është kush është mundësia më e mirë për Sazanin? Domethënë për Shqipërinë. Po. Më e mira është një resort i nivelit shumë të lartë, amerikan mundësisht, dhe që t'jetë një gjë që është garanci në perspektivë që nuk shkon në dekadencë për në përmirësim. Pra një plan biznesi që vetëm përmirësohet. Po. Në rastin konkret, kemi një ofertë konkrete. Kemi rastin ku është i përfshirë edhe familja Trump. Po. Ivanka Trump me Jared Kushner. Këtu çështja e diskutimit është si është raporti i shtetit shqiptar në aspektin ligjor. Ne kemi një korporat që quhet Korporata e Investimeve, e krijuar nga Instituti Center for International Development në kontratë financuar nga Fondacioni Soros, New York. Historia fillon në 2013 në tetor, ku themeluesi i këtij instituti është Sokrates Kokalis, Paratian Sorosit, dhe projekti quhet krijimi i projektit të korporatës së investimeve strategjike. Dhe drejtori themelues i kësaj u caktua përfaqësuesi i këtij fondacioni Soros, Erman Frashëvi. Dhe aktualisht para 3 ditësh Shqipëria ka regjistruar një kompani që përfaqëson interesat e shtetit shqiptar në Sazan dhe më gjerë. Dhe nuk dihet nëse bëhet fjalë për aksione, sa do jenë këto aksione, si do vlerësohen këto aksione, në vlerë kapitali apo territori, dhe dim fare mirë që këtu është brapa Sorosit. Nga në tjetër kemi Ivanka Trump, Jared Kushner, por në publikun shqiptar, si në Kosovë, si në Shqipëri, ka një reklamim të pavërtet që familja Kushner, Ivanka Trump, është pjesë e politikës familjes Trump. Harrojmë që ka 4 vjet është përjashtuar familjarisht për të qenë pjesë e aksionit politik të familjes Trump. Po. Ata janë ekskluzivisht në biznes. Dhe familja Trump ka një angazhim politik me përjashtim të Ivanka Trump dhe Jared Kushner. Por, zotri Goxhaj, ne e dim se Amerika i mbron investimet e saj dhe secili investim që i ka lënë kvotat miliardëshe, ka një mbrojtje nga ushtria amerikane. Dhe nëse shikojmë prej këtij këndvështrimi, atëherë bie që Shqipëria përveç një resorti fiton edhe mbrojtjen. Absolutisht, nuk po e poshtë projektin. Por duhet sqaroj publikun që kur thua Ivanka Trump, fondet janë nuk janë amerikane, fondet janë arabe. Prit me radhë. Kur thua Ivanka Trump, Jared Kushner, nuk e thon Donald Trump. Kjo është shumë e rëndësishme. Po. Dhe ju e keni parasysh që 3 muajt e fundit, që Trump ka ardhur pushtet, 5 muajt e fundit që Trump ka ardhur pushtet, po. Në 3 takime ku Rama ka qenë prezent, aty ku ka qenë dhe Trump, nuk ekziston asnjë foto e Edi Ramës me Donald Trump, përveç fotove kolektive që janë të detyrueshme rituale të eventeve. Pse e theksova këtë gjë? E theksova për të shpjeguar që sado Rama është përpjekur ta shes në popullin shqiptar, në Shqipëri dhe Kosovë, që ai ka lidhje me familjen Trump në aspektin politik dhe financiar, ai ka lidhje vetëm me një dekzim të kësaj familje në raport me një projekt konkret, i cili nuk ka ndikuar as pak që të ketë ndonjë afrim, ndonjë pozitivitet minimalist, nga ato minimalet fare, midis president amerikan
dhe kryeministit tonë Edi Rama. E qartë. Ka përdor Sazanin si PR në raport me Trumpin. Po. Tani pyetja është investim amerikan? Nuk e dim. Se nuk e dim. Se deri tani kemi fënë të fonde arabe. A mund këtë investim amerikan? Mbase, deri sot, informacion zero. Po. Prezenca personale, një kompanie të çiftit Ivanka Zharet, ende nuk e dim është regjistruar në Amerikë, apo është pjesë e projektit. Po, e qartë zotri Goxhaj, një shqetësim i drejt, por nuk e besoj se këta emra do të vinin dhe të bënin një bluff në Shqipëri, duke ditur, e kuptan, nuk duket e logjikshme. U keq kuptuam. Po flisja, a është investim amerikan? Po, pikërisht. Sqaruar. Pikërisht, o, e qartë. Mund të jetë investim arab dhe mund të jetë shumë korrekt. Nuk thash vend dyshim korrektesën e investimit. Po, e qartë. Por nuk është një sekondë Altin. E qartë. Po, sepse jemi drejt fundit dhe dua ta përmbyll me ju, Flavio. Po? Për ta shpjeguar pak më thjesht atë që Altini po përpiqet të shpjegonte. Duke qenë origjina e fondeve amerikane, nuk kupton edhe një marrëveshje politike krahas asaj ekonomike. Normalisht. Duke mos qenë fonde amerikane, do thotë nuk ka një angazhim të Departamentit të Shtetit në interesat amerikane, pra në avancimin e interesave amerikane në një projekt të caktuar. Po, do thotë mund gjesh amerikan, po nuk janë lek amerikane, që do thotë nuk ka garanci amerikane nga pas. E qartë, por do të lejonte presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës që dikush nga familja e saj të bëj bluff me parate dikuj tjetër në një shtet krejt jashtë? Nuk tham për bluff. Nuk ka të bëjë me bluffin. Nuk ekziston me bluffin. Ai sigurisht që nuk është bluff, thjesht nuk ke suportin politik që Rama pretendon se ka marrë. Në qoftë se neve shqiptarëve, sepse unë e konsideroj vetën shqiptarë si kuriatje, në qoftë se neve na thuhet se është investim amerikan dhe na dalin para arabe, atëherë bie që këtu ka një bluff. Kush e ka thënë? Jo, po varet kush e ka thënë. Hipotetikisht, Goxhaj, hipotetikisht. Po shpjegoj. Ne nuk kemi një. Jemi krejt në fund. Po, nuk ekziston asnjë qendrim zyrtar i familjes i Ivankës, i Zharetit, që thotë që është një investim amerikan. Po. Kemi bisedojmë. Urojmë që ta kemi shumë shpejt dhe të bisedojmë për këtë çështje. Zotri Goxhaj, faleminderit shumë që ishëm me ne. Kërkoj falje, por këtu na duhet ta mbyllim. Faleminderit. Ciao. Flavio, është shumë kënaqësi që kam në Kosova Today. Faleminderit shumë që ishëm me ne. Atëherë miq, këtu e mbyllim këtë blok, një investim interesant që pritet të ndodhë në Shqipëri, por çfarë do të bëhet Sazani, një hazë turistike apo një bazë ushtarake, këtë do ta kuptojmë në të ardhmen. Fillimisht shkëputemi me pak marketing dhe rikthehemi e diskutojmë një dasmë me cila po